Lartmadhënia kryeministri jon famë madh, që shan popullin e vet me libër shpije, që i nxjerr popullit vet gishtin e mesit, dhe shkon në Dibër dhe mbledh një pjesë Dibran dhe u thot se gjysma e burrave janë qyryk. Dhe thot në mes të Dibrës se të preferuarët e Partisë Socialiste janë gratë e ndara nga burrat. Po kush janë ata socialistë që do ta pranonin që gjysma e tyre janë qyryk? Kush janë ato gra socialiste që do pranojnë se burrat e tyre janë qyryk? Ato që zgërdhieshin atije nuk janë gratë e Dibranve, po janë delet e Dibranve. Unë do të thosha socialistëve të ndershëm ta braktisin këtë antishqiptar, ta braktisin këtë monster që do të krijojë prindi 1 dhe prindi 2 dhe denigron figurën e burrit. Demotivon figurën e burrit dhe ku? Në Dibër. Në vendin që kanë nxjerr super burra. Në vendin që kanë nxjerr ata lloj burrash që po turret e Edi Ramës nuk mbajnë dot as pordhën e tyre dhe jo koqet.